Nuk e se që Amerika ka më në hikë Albin Kurti. Qësh pa thu? Nuk ka më në hikë Amerika Albin Kurti. Për një do vdojnë Amerika këtina, jo. Amerika për në ebë sinjale mjaftuashëm. Po i prish raportet më to, pe blokon, po të shtin dronat për thëtë Serbis fluturo ka pak deri në Batlav, deri në Dumësh, që kjetojnë sinjalet Amerikës. Po mendoni jo, po mendoni dikush në Kosovë që ta drona Serbis guzojnë me fluturu mrena në Kosovë për ditë fori. Po tu që në koordinim me Amerikën? Po nuk është, kjo është nuk s'ka logjik. E qysh? Hajta më shpjegon. Mësë me dasht këfori këtu, ata as më afru 5 km ku vini zguzojnë. Se le me hi mrena. Pra, të jenë sinjale për popullin shqiptar të Kosovës, që apo merë një vesh, a kadria i madhe, kadri Vesel në ka honë, keni mja po shërin këti njëri. Pra, që të jenë sinjalet që një dhëtë me shku ka logika, ka përna qojnë. Nuk u zonë, jo një dronë, po mja shpu buzën në Sërbis, s'kish gëzu gjilponën me shtinë Kosovë, pa izën e tyne. Pra, populli duhet më betisue, duhet me marrë vesh që jemi në prag të shkatërimit t'i veni. Në falë Afërdit se ta. Jo, s'ka gjë. Okej, Afërdit, që shishati raportet e këtyre dyve që janë vizit pa koordinume me njëni tjetri, nuk kanë bo asni njoftim zyrtar? Vizita nuk është na i vizit e rëndësishme. Okej, janë edhe të ndome vizitat, po për shembull nëse dy krerë të shtetit shkojnë më një vend të njëjtë, edhe nuk i shep bashku, se nuk bojnë ai postim bashku, se naj... Ta të dytë për interesat veta janë bashkë. Do më thonë, na këna po, presidenti Osmani... A jënë të gajru dhe qëto me njëri tjetrin? Dëgjoj, janë bashkë, ta për interesat veta janë bashkë. Presidenti Osmani, që i thot vetit jam juriste, jem shkollu në Amerikë, kom do mësim në Amerikë, për hatër të Albin Kurtit, juristja dulli dhe atakoj gjykatën kushtetuse. Do më thonë, këta për interesat të njënës të dyve, këta janë sërish bashkë. Do më thonë, nuk më vjen fare që dishme si kanë shku këta në Amerikë, se e ri për sërisë së është na i vizit e rëndësishme as interesante. Por këta të dytë mundohen me jamojt balancin njën i tjetërit. Prej kur jënë kryjë zedjet, edhe i kanë marë pozitat, këta gjithmonë të koordinumë jënë kompët. Gjithmonë bre kur gjithë s'ka pasë. Ajo që e lushin atë lojën, polici mirë, polici keq, që këty s'pëdojnë tash, kjo e ma i ke raportin. Se pak Këshilli i Evropës i ka cakru pak me zvetim. Shkur të konë ajo, ma shumë me Donikën e ka pasë. Presidentën me kryeministri, po nejse Donika kenë mes. Krejt loje t'yne ka qenë edhe ajo në fund edhe për në Amerikë. Unë besoj që kjo i ka thonë hajtë edhe të në Amerikë tu, se të vynë tash pak se ka njerës tu, ta koshe dhe fotografie, na vynë pak për PR, me bo PR-in. Këtë është e koordinume. A dollëm shumë keq para ndërkombëtarëve na me qëtë vizit, me qëtë buj që jena të e boj që ka kanë bo këta? A dollin keq? Na, si Kosovë, në mënyrë diplomatike. Me siguri që dalëm keq, këta u konë ma mirë nëse shku asë njënë. Këta dalin keq, se nas dalin... Si Kosovë, se Kosova hu. Si Kosovë po ju këta dy, se unë ti si mentor mund është me shku edhe nuk del keq asë në Kosovë, na jem të e pa si Kosovë, në qëfar pozicioni kemi rabë. Që kjo është përfaqës, që kjo vizita atje është përfaqës, në qëfar pozicionin jemi në kërshi përëndimit edhe alatve që i keme, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe më thonë që nuk jemi më në ato pozicionet e larta, ato nivellet e larta të respektit tyne ndaj nesh. Për shkak se i takojnë këta lider tonë për koridore, derisa njerëz të Serbisë, zyrtarët e nalë të Serbisë, i takojnë zyrtarisht edhe me plane konkrete, diskutojnë plane konkrete të bashkëpunimit mes tyne, me këta tonë t'jo. Me kongresista, me do lobit, me do qabëdione, për post i takimit që ke ma i rëndësishme, që menojnë ka të bëj me qështet sigurisë. Ka të bëj me qështet sigurisë. Ka thonë ekonomi, po unë menoj që siguria o problem sot global. Sot është ndikimi rusë edhe problemet e Rusisë, e të Kinës. Sot është lufta në geopolitika është këgja po. Edhe është shumë ma e theksume. Prandaj edhe Ballkani paraqet një pozicion jashtëzakonisht strategjik në këtë probleme të mëdha globale. Po gjithmonë. Prandaj edhe ai thret edhe ja u tregon disa rregulla, disa çështje, edhe do të më pa pozicionet ku jemi, ku si jemi. Edhe që do të më vepru me neve. E në çet pik na maskishti jemi. Në këtë pik, domethënë kemi filluar mi prish raportet me Amerikën. Edhe mos harrojnë edhe një shembull, për shembull edhe deputeti Mefail Bajqinov se është edhe një kontribut pashas. Pale e bori që tina, baj. Mos ne prish mëromjen me to. është edhe një kontribut pashas që në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është deputat. Të kryer disa takime shumë të rëndësishme.
edhe po besoj që rezultatet e këtyne takime kanë më po... Për te ironisë jeton? Kanë më po ditën Për te ironisë? Për te ironisë? Për te ironisë, s'ka ironi këtu, lumnat që e kem, po qanë, po qelë sokak. Ata kështë marrë menja që jetoni thot lumnat që e kem me Fail Bajqinovsin e vetëvendosjes. E të besë sa po e tha. Po dhe? Sa e tha, këtu kështu s'ka ironi. Qka përdo me tonë këto? Për te asaj du më këty pak mrapa se na vërtet kemi shumë kritika për këta sepse jam për të kritiku. Në dhonë nuk ka fije diskutimi për veprimet e qërë. Ama ju dhe qka shumë jetë, se përshamë këta janë të shku qash në Amerikë, okej, jënë të taku. Nëse si shi shku ju, apet e kishi kritiku. Mos të banalizojna pjesën e shkurjes në Amerikë, se cili vepremi, se cili të dhec ti veni që e ka votën, në bështetin që shkon atje, edhe takohet për të mirën e venit, na i duar të rkasëm. Por të veprimet i cilat ta i bojnë, edhe në mënyra që shë bojnë takimin, këta e bojnë keq, se këta shkojnë takohen, se nëzirën fotografinë, nëzirën i palë, ketë të tretë, edhe dela aja që jenë taku, po ketë kjo është, si pas bindjes tem, është kalkulim. E qofë shë i gabumën, në qofë se, qka po thamë, kjo, ma mirë është medale pa vërtet, se sa medale vërtet, po që faktët nga dëshmojnë të kondërtën. Problemi është që të këthemi pak në kohë edhe pse erdhen këta në pushtet, sepse kjo ka një zanafil, ka një gjohë të rëndësishme. Kush i solë këta në pushtet, nuk është vishë rruga, nuk është vishë tulla. Propaganda ta për ti? Jo, nuk është vesh propaganda. Edhe partitë opozitare, ish opozitare, e trashën zullume, që t'jem sinqert. Vedhe raj, ka shka ishin. A një sloganin e pas kam posë mirë, hajnë atë golf. Veç që një gjatë do t'a kemë qarë, qka dalojnë ata për këtyne? Qka dalojnë? Atyne pak ju vike keq. Edhe nuk të bërtitëshin këta edhe, po vedhëshin edhe për të bërtitëshin. Po njëjti vjedhur jesi qytetaru jetaj. Jo, edhe vjedhja ka pak marifet. Edhe u tërheqin kur Po, për shemull... Do më thonë, ti si qytetar je prapi vjedhur, a i vjen kesh atje, si vjen... Dakor, problem se ka për të edhe hajni, në qofë se vishë ta vjedhë kuletën në nuk të re, ka dalim. Po, Edhe për ta vjedhëshin edhe për të reshin, këto dalim. Ose vjen të në fajtë se të kënë vjedhë. Tani ish opozita, për shemull, i kanë zullumet e veta që i kanë bon këtë vend. Nuk pi përjashtu në meritat e cilat i kanë bon. Me rrugë, me shkolla, me institucione, me kryimin e policisë, sushtrisë, administratës, s'kejtë. Veç që për që kanë abuzu edhe ata, e për që ja kanë rritë fitilin këtyne dëve me orën pushtet, kjo s'ka diskutim. Ti s'ke mujtë me him punë, kërkon, pakon me librez, ti jem sinqerë. Ta është apo mund është jetën me himpun, pakon me librez. Ta të dy pas dy. Ti ta këtu plasë. Apo ndonë paralele, ka po të ndojnë paralele. Nuk është të punësime s'fajtona. Adi pse, jo, pse qështë është? Se nuk është. Kanë vjedhë, so kanë mujtë. Të punësime E që ishin njerin se dike që kanë shtim punë dhe kjo shka se ke konkuru. Ama ne emën qaj që ka jetën vjetë me këshim rrugë. Jetën Na që të kena jetu. Jo, duna me ta qaru që Nuk është ashtu veç. Pajtoj, edhe ti kishës një, edhe ti bëj hajgare. Edhe unë shon jamën që të jeton zëgjoni, jëm komisioni dhe të thirit tëm, heja pas e konkurua, që shtu kona i rast.